Banorët e Ramanlis rrëfejnë tragjedit e shkaktuara nga treni që kalon nëpër këtë fshat të Kumanovës. LSDM akuzon kreun e shërbimit inteligjent për falsifikim të dokumenteve. Kundërshtohet parada e krenaris, Partia Alternativa zotohet për të mbrojtur familjen tradicionale. Nga sot java Çame, ditët e ndërgjegjësimit për gjenocidin ndaj Çamëve. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Pavarësisht alarmimit të vazhdueshëm të banorëve dhe mediave, hekurudha në fshatin Ramanli të Kumanovës vazhdon të jetë pa sinjalizim, duke rrezikuar çdo ditë jetën e banorëve që kalojnë çdo ditë në atë vendkalim. Me vite, mungesa e sinjalizimit rrugor është bërë shkak i aksidenteve të shpeshta, ndërsa televizioni Shenja ka arritur të kontaktojë disa prej personave që janë aksidentuar nga treni. Në mungesë të reagimeve institucionale, banorët janë përpjekur të gjejnë zgjidhje alternative për t'i shpëtuar rrezikut. Në këtë gjendje, ka mbetur stacioni i dikurshëm i trenit në fshatin Ramanli. Ky objekt që shihni prapa meje është objekt në të cilin dikur banorët e këtij fshati kanë bler bileta, po edhe kanë pritur trenin për të shkuar në Shkup ose në vendet përreth ku graviton treni. Përveç kësaj, rrezik i banorëve të Ramanlis është mungesa e trohut mbrojtës në hekurudhën mes fshatit, po edhe problemet me ndriçimin dhe sinjalizimin. Një banor që takuam tha se para disa vitesh vet ka qenë prej një aksidenti me trenin, thot se vëllau me të cilin aso kohë po udhtonte ka mbetur dhe vazhdon të jetë me lëndime dhe se vazhdon të shfrytëzoj pushim mjekësor, që ironia të jetë më e madhe. Qytetari thot se si përfundim janë shpallur edhe fajtor për aksidentin edhe kanë paguar edhe gjob. Takonim 11 korrekt trenin ara, aty s'kam punuar semafora askush gjë. Edhe plus fajtor na kanë qitë. Kena paguar 300 euro dënim, shka kena ra ngrop atë. Këto hiç janë sigurt, të thojnë, vetë dhe ato që punojnë aty nuk janë sigurt, po thojnë, mora keni munale dhe me këshirë, se s'punojnë. Po, si na viqna, ka plot, ka ndodhë. Një gjallit miqës i ka dek 5 vjetë fëmija, një kushërini, një ka ra, qështu. 5 raste ka ndodhë. E banorët tjerë tregojnë se sa e rrezikshme është rruga që e frekuentojnë për çdo ditë, sepse thonë se e kanë patjetër të lëvizjen për të kryer nevojat elementare për jetë. Po që është e rrezikshme për se jeta, shpirt, fëmij, kejt kje, plot, shpesh, ka 2, ka 3 më të banë. Është shumë rrezik, shumë njerëz e kanë humbur jetën në këtë rrugë. Treni ka goditur disa vetura. Ne jetojmë këtu. Në këtë rajon ka më shumë se 50 shtëpi. Jetojmë mbi 200 apo 300 persona. Kalojmë për çdo ditë në të njëjtën rrugë. Është shumë rrezik. Edhe shumë e rrezikshme, posaçërisht edhe për nxënësit tonë, të cilët gravitojnë në këtë shkollë. Çdo ditë, domethënë, na e hasmin në pengesa shumë të rrezikshme. Asnjëherë gati prej maqenerisë demokratike, pi viteve 90 këtu nuk ka as trapor pengesa ose mbrojtëse, sikur është në stacione tjera. Posaçërisht hekurudha dhe transporti, as ka marrë asnjë veprim, si në para 20 viteve ose tash në vitin 2025. Për të mos rrezikuar jetën e nxënësve, banorët me ndihmën e mërgjimtarëve kanë rinovuar nënkalimin, të cilit së shpejti do t'i vendoset edhe ndryshimi, megjithatë hekurudhat nuk marrin asnjë hap. Ata për më tepër edhe pengojnë. Pak metra larg 2 stacioneve që kalojnë brenda fshatit, mund të shohësh edhe vagona trenash që kanë rënë vite më herët dhe askush nuk është kujdesur që të bëjë tërheqjen e tyre. Partia opozitare LSDM ka riaktualizuar akuzat ndaj drejtorit të Agjencisë së Sigurisë Nacionale Bojan Hristovski. Zëdhënësja LSDM-s Bogdanka Kuzeska ka hedhur dyshime se kreu i shërbimit inteligjent të vendit mund të ketë gënjur për certifikatën e njohjes së gjuhës angleze.
LSDM ka kërkuar hetim të ri nga prokuroria për certifikatën gjuhësore të drejtorit të Agjencisë së Sigurisë Nacionale Bojan Hristovski. Pas hetimit të birnit, ka njoftuar zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska. Ajo thot se Hristovski e ka marrë certifikatën e gjuhës nga shtëpia, ndërsa në një intervistë mediatike ka thënë se provimin e ka dhënë nëpërmjet studios së gjuhës Julia në Plovdiv të Bullgarisë. Očigleno i priloženje od certifikata. A ga njeu Hristovski për të mbuluar skandalin. Për më tepër, Hristovski i dha të 3 pjesët e provimit, lexim, dëgjim dhe shkrim, në të njëjtën datë, më 22 mars 2022, dhe ai e dha pjesën e të folurit 5 ditë më parë. Kjo është kundër rregullave të ETS, ku tesi zgjat rreth 2 orë për të 4 pjesët, ndërkaq pushimet janë të ndaluara. Kuzeska shtoi se vetë dokumenti thot se rezultatet e certifikatës janë të vlefshme për 2 vjet, që do të thot mars 2024, ndërsa Hristovski është emëruar drejtor në tetor 2024, që siç thot ajo, do të thot 7 muaj pas datës së skadimit, dhe se certifikata e paraqitur nga Hristovski është gjithashtu e skaduar. Ovoj skandal počituvani... Një fakt kyç është se kodi i qendras së testimit i listuar në certifikatën e Hristovskit nuk është nga Plovdivi, siç pretendon ai, por nga Sofia, dhe nuk ka lidhje me studion Julia, të cilës i referohet drejtori i AN-s. Përveç kësaj, dokumenti që tregon rezultatin e tij është një version që kandidati mund ta printojë vetë, pa asnjë garanci për autenticitetin nga ETS. Ditë më parë, Birn publikoi një hulumtim i cili nxori në pase drejtori i Agjencisë së Sigurisë Nacionale Bojan Hristovski. I është nënshtruar 2 herë provimi TOEFL në anglisht, ndërsa kodi i qendrës së testimit ku ai e ka bërë këtë nuk është në Plovdiv, ku është regjistruar studia e gjuhëve Julia. VMRO DPMN është përgjigjur akuzave të LSDM-s lidhur me drejtorin e Agjencisë për Siguri Nacionale Bojan Hristovski. Ata thonë se LSDM nuk duhet të harrojë se gjykatësit dhe prokurorët janë të njëjtë që ata i sollën nga fletorët e byrove në Zajaz dhe Murtino. VMRO thekson se ka mbaruar koha e frazave "ky është vëllau im" ose "është nga partia, mos e prekni", siç thon ata, tani të gjithë, pavarësisht përkatësisë partijake, fetare apo etnike, do të mbajnë përgjegjësi për një çështje të caktuar nëse ka prova për të njëjtën gjë. Ne i bëjmë thirrje prokurorisë të hetojë rastin dhe nëse rezulton se nuk ka të vërtetë në të, LSDM do të kërkojë falje publikisht, thuhet në komunikatën e tyre. Qeverisja 1 vjeçare e koalicionit Vlen është të vlerësuar nga BDI-a si pa barazi, pa përfaqësim të drejtë dhe pa respekt institucional ndaj shqiptarëve. Në anën tjetër, Vleni vlerëson se për 2 dekada rresht BDI ka mbajtur gjuhën shqipe në maje të gjuhës, por kur në zemër e aq më pak në zbatim. BDI sot ka akuzuar qeverinë aktuale lidhur me qeverisje 1 vjeçare ku siç thon ata, ishte 1 vit pa barazi, pa përfaqësim të drejtë dhe pa respekt institucional ndaj shqiptarëve dhe vlerave themelore të bashkëjetesës në këtë shtet, për të cilat thonë se janë zotuar si shoqëri dhe si shtet multietnik. Sot jemi mbledhur për të ngritur zërin për një çështje të veçantë dhe jashtëzakonisht të rëndësishme, shtypjen institucionale që po ndodh në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, në zemrën e institucioneve që kanë për detyrë të garantojnë rendin, drejtësinë dhe barazinë për të gjithë qytetarët pa dallim. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, zëvendës ministri shqiptar është i injoruar, i marginalizuar, sikur të mos ekzistojë fare. Në rastin e Koçanit, as që u pa, zëvendës drejtori shqiptar i byros për siguri publike dha dorëheqje për shkak të mos përfilljes sistematike. I menjëhershëm ishte reagimi i Vlenit, të cilët thonë se BDI flet me fjalë shqip, por me veprime kundër shqipes. Ata thonë se për 2 dekada rresht BDI ka mbajtur gjuhën shqipe në majë të gjuhës, por kur në zemër e aq më pak në zbatim. Faktet flasin vetë. Sipas inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, nga 50 raste të dërguara për ndjekje gjyqësore për mos respektim të shqipes, 13 janë kundër funksionarëve shqiptar, shumica dërmuese prej BDI-s, dhe kush është personi i parë i paditur më 2 janar 2024? Askush tjetër përveç ish-ministrit të arsimit, Jeton Shaqiri, kuadër i BDI-s. Ironi tragjike për një parti që shtiret si mbrojtëse e arsimit dhe e gjuhës amtare.
Vlen ndryshe nga BDI nuk bën teatr me gjuhën shqipe, që prej ditës së parë në qeveri, Vlen ka ndërmarr hapa të qarta dhe konkrete për ta bërë barazin gjuhësore realitet, than nga Vlen. Alianca për shqiptarët e drejtuar nga Arben Taravari denoncon atë që e ka quajtur inskenim të radhës nga eksponentët e koalicionit Vlen, të cilët përmes propagandës sërreme po tentojnë të maskojnë dështimet dhe hipokrezinë e tyre politike. Deklarata e fundit e Izet Mexhidit për mbylljen e kazinove pranë shkollave është një manipulim i pastër. Kjo tentativë për të mashtruar opinionin publik nuk është vetëm qesharake, por edhe fyese për inteligjencën dhe kujtesën e qytetarëve shqiptar. Ironikisht, është po i njëjti Izet Mexhidi që në vend se të luftoj realisht fenomenin e bigjozit, ka kthyer lotarinë shtetërore në një vegël klienteliste, thekson partia opozitare. Sipas grupimit politik të Taravarit, Mexhidi e prezantoi zëvendës drejtorin e lotarisë shtetërore Ahmet Miftarin si kuadër të VMRO-s, ndërkohë që ai rezulton të jetë bashkëpunëtor i afërt i vet Mexhidit dhe kuadër i lëvizjes demokratike. Mbajtja e të ashtu quajturës parada e krenarisë në Shkup është kundërshtuar nga Partia Alternativa. Deputetja Imërlie Saliu ka deklaruar se ata konstatojnë se për shumicën dërmuese të qytetarëve ajo përfaqëson një paradë që bie ndesh me vlerat mbi të cilët është ndërtuar familja tradicionale shekullore. Deputetja Alternativës Imërlie Saliu nëpërmjet një konference për media ka reaguar lidhur me paradën e krenarisë, e cila do të mbahet ditën e sotme në kryeqytet. Ajo thot se kjo paradë që për disa është simbol lirie, ata konstatojnë se për shumicën dërmuese të qytetarëve, ajo përfaqëson një paradë që bie ndesh me vlerat mbi të cilat është ndërtuar familja tradicionale shekullore. Alternativa si përfaqësuese një filozofie politike që buron nga realiteti i familjes tradicionale e riafirmon bindjen e palëkundur për t'i mbrojtur dhe kultivuar vlerat e familjes shqiptare. Një strukturë që ka qenë themeli identitetit tonë kombëtar, i edukimit të brezave dhe i qëndrueshmërisë së shqiptarëve në rajon. Saliu thot se alternativa është e vendosur që shoqëria jon të ecë përpara mbi baza të shëndosha morale, kulturore dhe historike, jo mbi modele që nuk kanë lidhje me realitetin tonë shoqëror dhe që shpesh vijnë të imponuara përmes presioneve ideologjike dhe politike. Ajo akuzon qeverinë e kaluar që në kohën e tyre vazhdimisht i kanë mbështetur paradat e tilla. Nuk duhet të harojmë që kjo që ndodh sot është peshqesh edhe i nomenklaturës së kaluar politike, e cila edhe pas më shumë se 2 dekadash në pushtet, nuk ofroi as vizion e as moral politik. Në vend që të ndërtonte shkolla moderne, spitale funksionale dhe të hapte vende pune, ajo zgjodhi të zbras lagjet tona nga shpresa dhe t'i mbush ato me kazino, bastore dhe vende degenerimi. Ajo ka vlerësuar se shqiptarëve u duhet një politik që jep prioritet familjes, edukimit të fëmijëve, sigurisë në lagje dhe zhvillimit ekonomik. Shqiptarët nuk kanë nevojë për parada, ata kanë nevojë për dinjitet, për një shtetë që i respekton, për një sistem që nuk i tall e që nuk i përdor për agenda ditore për pikë të ulta politike, tha Saliu. Ka nisur sot manifestimi një javor Java Çame, i cili organizohet nga Shoqata Kulturore Vizioni M. Në kuadër të aktiviteteve të përditshme do të mbahet një seri aktivitetesh kulturore, artistike dhe ndërgjegjësuese që japin zë të kaluarës së dhimbshme dhe kërkesës së pandërprerë për të drejtat e popullit çam. Me moton Trëndafili i Çamërisë, prej 21 deri më 27 qershor, në qytetin e Shkupit do të shënohet Java Çame, një javë për kujtimi, reflektimi dhe angazhimi për drejtësinë historike të çështjes Çame. Manifestimi mbahet për 5 vite radhazi në organizimin e aktivistëve dhe Shoqatës Kulturore Vizioni M. Në një intervistë për emisionin Në pasdite në televizionin Shenja, koordinatori i Shoqatës Kulturore Vizioni M, Abdullah Berisha, ka dhënë detaje mbi këtë organizim që tashmë është bërë pjesë e traditës në Shkup, nga ku ai bëri të ditur që kjo javë do të sjellë një sër aktivitetesh kulturore, artistike dhe ndërgjegjësuese që japin zë të kaluarës së dhimbshme dhe kërkesës së pandërprerë për të drejtat e popullit çam. Sipas tij, çdo ditë e javës do të ketë një mesazh të veçantë që lidhet me drejtësinë, identitetin, kulturën dhe kujtesën. Ne kemi parapar një marsh përkujtimor në pyllin e Gazibabës,
për të bërë një hiking simbolik për të përkujtuar ato peripecite të shpërngullurve. Atë udhëtimin sfidues dhe shumë të vuajtur që kanë bërë. Ndoshta dikush vetëm nëna me fëmijët, burrin e vrarë, e kundërta e tjerë. Familjet që nuk kanë mundur të gjejnë antarët e tyre, po pastaj janë gjetur. Janë tema shumë e rëndësishme që ti përkujtosh. A i tutje tha se ekspozita disa dita aktivitetit do të mbahen në sheshin Skënderbeu dhe gjithashtu do të bëjnë edhe shpërndarje të 200 trëndafilave, si një simbolik e varrezave memoriale në Klogjen në pjesën jugore të Shqipërisë, që kanë formën e trëndafilit dhe prandaj që kur thuhet trëndafili i Çamërisë, të aludon në ato varreza, nga ku sado që është e bukur, është një çështje e përgjakur simbolikisht. Ndërkaq, ai po ashtu theksoi se pjesë të aktiviteteve të tyre kishin për qëllim që të inkuadronin edhe disa profesorë, historian të cilët njohin ato çështje për bashkëbisedim, por që, siç tha Berisha, nuk kanë marrë përgjigje pozitive. Pavarësisht kësaj, ai përsëri vlerëson se aktiviteti do të mbahet dhe madje ndoshta edhe më bukur, pasi që pjesë e këtij aktiviteti do të jenë 2 gazetare nga Shqipëria, të cilat janë marrë me këto çështje, si dhe madje gjatë kohës së pandemisë kanë intervistuar viktimat nga çështja Çame. Por fillimisht ideja për këtë ishte që të kemi edhe bashkëbisedues Maqedon etnik, sepse fundja njëjtën fat që ka përjetuar popullsia Çame, ka përjetuar edhe popullsia maqedone e rajonit të Egjeu. Fundja ka të bëjë me një çështje humane para së gjithash, me të drejtat njerëzore para së gjithash, që u mohohen edhe Çamëve edhe Maqedonëve. Dhe për këtë ne bëm hapin duke kontaktuar njohës të çështjeve të Maqedonasve të Egjeut, historian, kështu me radhë, të punësuar në institutin, personat punësuar në institutin e historisë, por fatkeqësisht nga 5 profesor, nga 5 persona që kemi kontaktuar, të qytetit Maqedonas, nga asnjëri nuk kemi marrë përgjigje pozitive. Kështu që ne gjithsesi që do të mbajmë aktivitetin, po aktiviteti do mbahet ndoshta me një formë edhe më të bukur, në aspektin se kemi arritur të sigurojmë pjesëmarrjen e 2 gazetareve nga Shqipëria, të cilët kanë bërë një punë monumentale, lirish mund ta them. Bëhet fjalë për zonën Luljeta Progni dhe Admirina Peçi. Tutje, me rastin e 81 vjetorit të gjenocidit Çam, ai tha se aktivitetet e tyre janë të hapura dhe të qasshme për të gjithë, edhe pse kanë ca aktiviteteve që janë të natyrës më të mbyllur, por padyshim që në marsh mund të marrë pjesë gjithsecili, vetëm mjafton që të paraqitet dhe të shehet në rrjetet sociale marshutën e publikuar paraprakisht dhe të paraqiten aty në kohën e caktuar për t'u bashkuar grupit. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë i Iranit, Iraj Harirçi, ka njoftuar se numri të vdekurve nga sulmet ajrore izraelite është rritur në të paktën 430 në më shumë se 3500 civil të plagosur që nga fillimi i sulmeve me 13 qershor. Ndër objektivat e raportuara ishte edhe objekti bërthamor në Isfahan, për të cilin autoritetet iraniane thanë se nuk po pësoj rrjedhje të rrezikshme. Ndërkohë Agjencia e Lajmeve të aktivistëve të drejtave të njerëzit raportoi se deri në 639 persona janë vrarë dhe mbi 1300 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite. Irani është hakmarrë me sulme të koordinuara me dron dhe raketa në territorin izraelit. Nga ana izraelite, autoritetet njoftuan se të paktën 25 persona janë vrarë dhe më shumë se 2500 të tjerë janë plagosur në sulmet iraniane. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar kundër një rendi të ri sikes pikot në lindjen e mesme, duke i referuar planit anglo-francez, i cili vizatoi kufit e shteteve në lindjen e mesme, duke u bazuar në interesat e shteteve
kolonizatore e duke anashkaluar interesat e popujve të rajonit. Ne nuk do të lejojmë vendosjen e një rendit të ri në rajonin tonë me kufi që do të vizatohen me gjak, tha presidenti Erdogan në seancën e 51 të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Stamboll. Presidenti turk i përshkroi kushtet në Gaza si më të këqija se ato të kampeve të përqendrimit nazist, duke theksuar se 2 milion nga motra dhe vëllezër tanë në Gaza kanë luftuar për të mbijetuar në këto kushte për 21 muaj. Ai shprehu besim në rezistencën e popullit iranian mes konfliktit aktual. Memlik Krasniqi është rizgjedhur në postin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, subjekt që doli i dyti në zgjedhjet parlamentare të shkurtit. Pas zgjedhjes, ai ka falenderuar delegatët që votuan gjatë konventës së 11 të PDK-s, teksa u zotua se do të punojë që partia e tij të dalë para në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës mbeti pa kryetar me 5 nëntor të vitit 2020, kur Kadri Veseli dha dorëheqje nga drejtimi i partisë pasi dhomat e specializuara të Kosovës ja konfirmuan aktakuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, që nga ajo kohë Veseli është në paraburgim në Hag, ku gjendet edhe një nga themeluesit e kësaj partie, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë miru pafshim.